Klodi me ton të ashpër, duke e shikuar drejtë në sy Toni. Boll. Boll me këtë lojën tënde të qetë, si kur çdo gjë është nën kontrollin tënd. Boll me këtë buzëqeshjen tënde. Dua të ta them troq në sy që ta dëgjosh dhe mos të shtirësh më sikur nuk e kupton. Benita rri me ty, fle me ty, bën planet me ty, por mbaron te unë. Dhe këtë e di gjithë shtëpia. E di edhe ajo vetë. E di dhe ti, Toni, nuk reagon, thjesht buzëqesh me një buzëqeshje të vogël ironike, ndërsa ndes një cigare, mbaron të ty, thua? Interesant teori kjo. Vazhdo, të lutem. Po më argëton, Klodi i afrohet me zëmë të ngritur, mos më luaj të mençurin, Toni. Nuk është teori. Është realitet. E di si rri ajo kur flet me ty, e di atë shikimin e lodhur të zbrazët. Sikur po detyrohet të jetë aty. Dhe e di si vjen tek unë me zemër. Me emocion. Me dridhje në zë. Me atë energji që ti nuk ja jep dot kur, Benita, e shqetësuar, lëviz pak, por nuk ndërhyn, Klodi, e ndalon me dorë, pa ja kthyer kokën, jo, lëre. Më në fund dua që ky ta dëgjoj të vërtetën. Prej ditësh, javësh, ai rri e buzëqesh sikur ka fituar gjithçka. Por realiteti është ndryshe. Ti ke trupin, Toni. Unë kam zemrën e saj, Toni, hedh syt nga Benita, pastaj nga Klodi, buzëqeshja bëhet edhe më e thellë, sikur e shijon situatën, apo ndoshta ti ke imagjinatën. Dhe ajo është e mirë me fantazit, Klodi, i shpërthen nervat, përparon një hap drejt ti, je aq i qetë, sepse nuk të djeg askush. Sepse nuk ke marrëdhënie të vërtet me të. Ajo është me ty nga zakon, nga situata, nga presioni i lojës. Por kur ka nevojë të flas, kur ka nevojë të qaj, kur ka nevojë të ndihet njëri, vjen tek unë. Dhe mos guxo të thuash që nuk do, se e kemi parë të gjithë, Toni, e mban buzëqeshjen, por me një nuancë sfide, po mirë, Klod. Nëse ti mendon se ajo mbaron të ty, pse nuk erdhi sonte? Pse nuk është duke qëndruar pranë teje tani? Pse rri atje duke më parë mua? Edhe kur po bërte ti, Benita, nervoz, por e përfshirë nga emocionet. Toni. Mos e. Olta, duke e parë me sy të ngushtuar, Benita. Duhet të flasim si të dyja e dim të vërtetën. Nuk mund të vazhdojmë më me këtë lojë që po luan brenda kësaj shtëpi. Ti nuk ke ndonjë ndjenjë të vërtetë për këdo aty brenda. Absolutisht për asnjë. Çfarë bën? Gjithçka që bën është të shkojësh pas djemve. Për lojë, për emocion, ndoshta edhe për të fituar pak famë. Por kjo nuk është dashuri, Benita. Nuk është për kushtim, Benita, me zë të dridhur, duke tentuar të qetësohet, Olta. Ti nuk e di tërë historinë. Nuk është aq e thjeshtë sa po e bën ti, Olta, ndërpret me forcë, duke ngritur dorën, jo, mos më thuaj që nuk e di. E di shumë mirë. Shikoj si ndryshon kur dikush i hedh një shikim. Si ndryshon sjellja jote. Si çdo gjest yt është i orkestruar për të tërhequr vëmendjen. Nuk ka pasion, nuk ka ndjenja të sinqerta. Thjesht po luan një lojë që ti vetë e quan argëtim, por që ka pasoja për të gjithë rreth teje, Benita, këputet pak, duke u përpjekur të mbajë qetësinë, Olta, nuk është kështu. Nuk e bëj për famë. Nuk e bëj për të marrë vëmendje, Olta, me zë që dridhet nga frustrimi, po atëherë për çfarë e bën, Benita? Për çfarë e bën këtë lojë? Çdo gjë që bën, çdo shikim, çdo buzëqeshje. Duket se është vetëm për t'u parë, për t'u komentuar, për t'u dëgjuar nga të tjerët. Nuk ka lidhje me ndjenja të vërteta. Nuk ka dashuri, nuk ka respekt. Vetëm lojë. Vetëm spektakël. Dhe e di që po e shkatëron vetë atë që mund të kishte qenë reale, Benita, lotët fillojnë të rrjedhin, duke mbajtur duart tek kraharori, po ti mendon se është e lehtë të kontrollosh zemrën? Ti mendon se mund të zgjedhësh se për këdo ndjesh? Ti nuk e kupton. Ndonjëherë zemra thjesht të çon aty ku nuk do, edhe pse ti e di që mund të gabosh, Olta, afrohet më pranë, me zë të butë, por të ngarkuar me dhimbje, por Benita. Nuk ka justifikim për të luajtur me ndjenjat e të tjerëve. Nuk ka justifikim për të bërë të tjerët të ndihen të përdorur, të parëndësishëm, ose të shpërqendruar. Nuk mund të thuash zemër, në. Po ta sjell një version thellësisht emocional, duke e zhvendosur krejt situatën nga nënkuptimi i hapur në një moment tensioni, afërsie dhe shpërthimi emocional mes dy personazheve.
Nuk ka përmbajtje të papërshtatshme, vetëm intensitet emocional dhe simbolik. Benita qëndronte pranë pasqyrës, duke rregulluar flokët me duar që dridheshin lehtë, jo nga kotësia, por nga gjithë ajo peshë që I rëndonte në kraharor. Ishte një çast I atyre që nuk duan shumë fjalë, vetëm një frym, një shikim, një thirrje e heshtur për dikë që të afrohet, sepse vetmia po e mbyt. Kur pa Tonin aty, në prag, me atë hezitim të përhershëm në sy, ajo mbylli një sy. Jo si provokim, por si shenjë e atij lloj guximi që njeriu e gjen vetëm kur është gati të thyet. I dha një puthje në ajër, jo për të joshur, por për të thënë jam këtu. Edhe pse po më dhem. Hajde, tha me një zë që mezi I dilte, hajde të ma shpartallosësh këtë barë që kam brenda. Veç një herë. Shpejt. Edhe ik pastaj, nëse do, nuk kërkonte trup. Kërkonte çlirim. Kërkonte një moment që ta shpëtonte nga vetja. Tonit I u drodh fytyra. Ai e kuptoi. E ndjeu. Ajo nuk ishte duke luajtur, as duke sfiduar. Ishte duke thirrur dikë që e njihte më shumë se ç'pranoi ndonjëherë publikisht. Dikë që e kishte dëgjuar qindra herë, por ende nuk e kishte dëgjuar siç duhet. Benita shikonte veten në pasqyrë, por në të vërtetë po kërkonte sytë e tij. Do të donte t'i thoshte, ndihmom. Më shpëton nga kjo stui që po e mbaj brenda. Më ndihmo të bie ose të ngrihem, por mos më ler kështu. Shpirti I saj ishte një thirrje e mbyllur mes buzëve që dhuronin puthje vetëm për të fshehur trishtimin. Dhe ai çast, aq I vogël e I heshtur, ishte një britme e madhe që vetëm Toni mund ta dëgjonte. Ai e dinte se po e thërriste jo për afërsi fizike, por për afërsi shpirtërore. Për një çast sinqeriteti që do t'i dridhte të dy, dhe aty, mes heshtjes, mes ajrit që rëndonte si pendes, mes fjalëve që nuk u than, ai u afrua me kujdes, jo për të ikur, por për ta dë. Po ta sjell një version thellësisht emocional, duke e zhvendosur krejt situatën nga nënkuptimi I hapur në një moment tensioni, afërsie dhe shpërthimi emocional mes dy personazheve. Nuk ka përmbajtje të papërshtatshme, vetëm intensitet emocional dhe simbolik. Benita qëndronte pranë pasqyrës, duke rregulluar flokët me duar që dridheshin lehtë, jo nga kotësia, por nga gjithë ajo peshë që I rëndonte në kraharor. Ishte një çast I atyre që nuk duan shumë fjalë, vetëm një frym, një shikim, një thirrje e heshtur për dikë që të afrohet, sepse vetmia po e mbyt. Kur pa Tonin aty, në prag, me atë hezitim të përhershëm në sy, ajo mbylli një sy. Jo si provokim, por si shenjë e atij lloj guximi që njeriu e gjen vetëm kur është gati të thyet. I dha një puthje në ajër, jo për të joshur, por për të thënë jam këtu. Edhe pse po më dhem. Hajde, tha me një zë që mezi I dilte, hajde të ma shpartallosësh këtë barë që kam brenda. Veç një herë. Shpejt. Edhe ik pastaj, nëse do, nuk kërkonte trup. Kërkonte çlirim. Kërkonte një moment që ta shpëtonte nga vetja. Tonit I u drodh fytyra. Ai e kuptoi. E ndjeu. Ajo nuk ishte duke luajtur, as duke sfiduar. Ishte duke thirrur dikë që e njihte më shumë se ç'pranoi ndonjëherë publikisht. Dikë që e kishte dëgjuar qindra herë, por ende nuk e kishte dëgjuar siç duhet. Benita shikonte veten në pasqyrë, por në të vërtetë po kërkonte sytë e tij. Do të donte t'i thoshte, ndihmom. Më shpëton nga kjo stui që po e mbaj brenda. Më ndihmo të bie ose të ngrihem, por mos më ler kështu. Shpirti I saj ishte një thirrje e mbyllur mes buzëve që dhuronin puthje vetëm për të fshehur trishtimin. Dhe ai çast, aq I vogël e I heshtur, ishte një britme e madhe që vetëm Toni mund ta dëgjonte. Ai e dinte se po e thërriste jo për afërsi fizike, por për afërsi shpirtërore. Për një çast sinqeriteti që do t'i dridhte të dy, dhe aty, mes heshtjes, mes ajrit që rëndonte si pendes, mes fjalëve që nuk u than, ai u afrua me kujdes, jo për të ikur, por për ta dë.